Në qoftë se skenari më negativ do t'jetë deri në mbylljen e kësaj ngushtice, unë mendoj që efektet do t'jenë dramatike, mjaft të rënda, mjaft serioze. Akoma nuk kemi politikat monetare, nuk kanë filluar në shtrëngim. Normalisht edhe goditja e tarifave, siç e përmenda pak më përpara, duke që e ringjalli inflacionin përsëri. Por nga ana tjetër, në qoftë se rritja e çmimit naftës do të jetë më e fortë se sa kaq, atëherë politikat monetare do të jenë të detyruara të bëhen tmerrësisht shtrënguese, pra rritja e normave të interesit do të kufizojë jashtëzakonisht shumë kërkesën e brendshme në ekonomi, qoftë konsumatore, qoftë në planin e investimeve, çka do të bëjë që do të kemi një tkurrje serioze të aktivitetit ekonomik, duke ditur gjithashtu që ekonomia botërore nuk është në ditët e veta të mira. Ne të gjithë e dimë që rritja e ekonomisë botërore mezi ka filluar ta marrë veten nga goditjet serioze të pas pandemisë dhe të konfliktit, çka do të thotë pra që mundësitë edhe për një recesion globale janë shtuar dukshëm.